Para se të fillojmë videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumoni një lugë nga ky përbërës për 14 ditë dhe do të kuroni këto sëmundje. Një mekanik që vuante nga dhimbjet nervore të shiatikut për një kohë të gjatë, njoftoi se ai u bind këshillës për të kërkuar ndihmën mjekësore popullore dhe pinte çdo ditë qumësht të hudhrës, sepse ilaçet e përshkruara nga mjeku nuk po e ndihmonin. Në vetëm disa ditë ai ndjeu lehtësime dhe 14 ditë më vonë sëmundja e tij u zhduk plotësisht. Qumshti me hudhër mund të përgatitet i freskët ose i gatuar. I freskët vepron më fort dhe më shpejt dhe gatimi zvogëlon erën, por efekti do bësohet paksa. Por përbërësit janë përsëri shërues. Hudhra me qumësht të ngrohtë. Ajo është mrekullia e kurimit për astmën, pneumonin, zemrën, artritin, pagjumsinë dhe dhimbjet e shpinës. Ka shumë ilaçe natyrore që ndihmojnë në kushte të ndryshme shëndetësore. Dëgjoni këtë recetë shtëpiake të përgatitur lehtë dhe thjesht. Fusha e saj e veprimit është me të vërtetë e gjerë dhe vetit e saj shëruese ndihmojnë me sukses për të eliminuar shumë sëmundje. Kjo pije medicinale quhet qumshti i hudhrës, sepse përgatitet nga qumshti i ngrohtë dhe hudhra. Përbërësit e nevojshëm që ju duhen për këtë pije janë 500 ml me qumësht, 10 thelpij me hudhër, 2 deri në 3 lugë me sheqer ose me mjaltë dhe 250 ml me ujë. Pasi keni siguruar të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni me procedurën e përgatitjes. Përzieni qumshtin dhe ujin në një tenxhere. Shtoni hudhrën e qëruar dhe të coptëzuar. Pastaj vendoseni në zjarr në një temperaturë të moderuar. E lini të gatuhet ngadalë derisa të avullojë gjysma e lëngut. Pastaj kullojeni dhe shtoni sheqer ose mjaltë në mënyrë që të përmirësoni shijen. Më mirë ta pini ndërsa është ende e ngrohtë. Ja se çfarë mund të ndihmojë kjo pije shëruese dhe benefitet e saj në shëndetin tuaj. Kjo pije është shumë e mirë për astmën. Simptomat e astmës do të lehtësohen ndjeshëm nëse përveç kësaj pije hani 3 thelpij me hudhër çdo mbrëmje. Përdorni karafila më të vegjël që mund t'i gëlltisni të tërë për të shmangur erën. Por do të ndihmojë shumë edhe të konsumoni pijen vetëm 3 herë në ditë. Gjithashtu kjo recetë është e mirë edhe kundër pneumonisë. Pija është treguar se është shumë e suksesshme në trajtimin e pneumonisë. 3 herë në ditë pas ngrënies dhe para ngrënies do të ishte një zgjidhje e shkëlqyer. Atë mund ta përdorni për problemet me zemrën. Kjo pije ul kolesterolin e keq, parandalon piksjen e gjakut dhe përmirëson sistemin e qarkullimit të gjakut. Përdorni qumësht me pak yndyrë për ta bërë ilaçin më efektiv. Atë mund ta përdorni edhe për të trajtuar verdhëzën. Qumshti i hudhrës eliminon me shumë sukses toksinat nga trupi, sepse aktivizon një enzim në mëlçi. Mëlçia ka nevojë për squfur që të detoksifikohet, dhe hudhra është një burim i shkëlqyer i kësaj substance mirëbërëse. Përveç kësaj, ai përmban alitsin dhe selen, përmirëson prodhimin e tëmthit dhe zvogëlon yndyrnat. Rekomandohet veçanërisht për trajtimet e zemrës dhe gjithashtu për mëlçinë e zezë. Për trajtimin e verdhëzës duhet të konsumohet 3 herë në ditë, 4 deri në 5 ditë rregullisht. Gjithashtu është i mirë shumë për artritin. Qumshti i hudhrës, nëse konsumohet çdo ditë, do të zvogëlojë ndjeshëm shenjat e artritit, përfshirë inflamacionin dhe dhimbjet. Gjithashtu është edhe mirë edhe për dhimbjet e tjera të shpinës. Do të trajtojë pagjumsinë. Për shkak të efekteve qetësuese, kjo pije siguron gjumën më të qetë dhe shumë cilësor, kështu që mund të përdoret për të trajtuar pagjumsinë. Qumshti me hudhër është i mirë edhe për kollën. Shtoni një lugë çaji pluhur shafrani ndije në qumshtin e hudhrës dhe do të merrni një pije të shkëlqyer antibiotike. Hudhra ka efekte antibiotike dhe antibakteriale, dhe duke u shtuar mjalti, ju do të merrni një pije plot me vlera ushqimore për të lehtësuar kollën. Trajtoni tuberkulozin e mushkërive. Përdorni 1 kg hudhër, 250 ml qumësht dhe 1 litër me ujë. Vleuni të gjitha përbërësit në një temperaturë të moderuar
derisa lëngu ta avulloj dhe të mbetet 1/4 e saj. E merrni këtë ilaç 3 herë në ditë. Kolesteroli. Kolesteroli zvogëlon me sukses nëse merret 3 herë në ditë për 1 javë. Ai zvogëlon nivelin e keq dhe rrit nivelin e mirë të kolesterolit. Do të përmirësojë tretjen. Kur bëhet fjala për forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe ruajtjen e shëndetit të tretjes, hudhra është një nga ushqimet më efektive, sepse ka veti të fuqishme antiseptike. Është gjithashtu e dobishme edhe për limfën, për të eliminuar mbetjet toksike nga trupi. Hudhra stimulon sekretimin e lëngjeve tretse dhe ndihmon në sëmundjet e zorrve, siç është diarreja. Qumshti me hudhër mund të shkatrojë edhe gjendje gjithashtu të cilat mund të ndikojnë tek burrat dhe tek gratë dhe pakësia e tyre mendore. Gjithashtu qumshti i hudhrës është i mirë edhe për shiatikun. Qumshti i hudhrës është një ilaç efektiv për dhimbjet nervore dhe shiatikun. Ju mund të zvogëloni dhimbjet duke konsumuar këtë pije për një periudhë kohore. Do ju ndihmoj për të përmirësuar gjendjen tuaj shëndetësore dhe duke larguar dhimbjet e shiatikut. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Hudhra i bën meshkujt më të reqës. Megjithatë, gjithmonë është konsideruar se era e saj dekurajon çdo dëshirë për të komunikuar. Por studimet e fundit tregojnë se ky është një gabim. I vetmi kufizim është se duhet të hani 2 thelpinj hudhër 12 orë përpara një takimi, për t'i bërë përshtypje një gruaje. Shpesh, gratë bëhen të çmendura për aromën e trupit të një burri që ka ngrënë hudhra. Megjithatë, është shumë e vështirë që shkencëtarët të shpjegojnë pse ndodh ky fenomen. Hudhra na mbron nga viruse të ndryshme dhe nga ftohja. Shkencëtarët konfirmojnë se duhet të hahet hudhër rregullisht për të mos u sëmurë gjatë dimrit. Kjo ndodh sepse hudhra ka një mori vitaminash, vajrash të dobishëm dhe aminoacide. Shtoni hudhër në dietën tuaj nëse vuani nga presioni i lartë i gjakut. Ajo zgjeron enët dhe zvogëlon presionin arterial. Dhimbjet e kokës do të zhduken së bashku me presionin e lartë të gjakut. Për të kuruar hipertensionin, duhet të hani 4 thelpinj hudhër çdo ditë. Për më tepër, hudhra zvogëlon nivelin e kolesterolit në gjak me 10 deri në 15%. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Hudhra zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në trup. Sipas një teorie, trupi i njeriu dhe truri plaken për shkak të një reaksioni oksidimi kimik kur konsumojmë ushqime dhe oksigjen dhe prodhojmë energji. Por ky proces shkatron qelizat edhe me kalimin e kohës lëkura bëhet me zbehtë dhe truri nuk është më aq i mprehtë. Megjithatë, për të shmangur këtë problem, mund të përdorni hudhrën. Ajo përmban një mori komponentësh që parandalojnë plakjen e trurit. Njerëzit e moshuar që konsumojnë hudhër ulen rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të Alzheimerit, ndërsa të rinj mund të përmirësojnë kujdesin e tyre dhe të rrisin produktivitetin e trurit. Hudhra e bën zemrën dhe muskujt të punojnë më mirë. Nëse luani sport, atëherë konsumimi i këtij produkti do të përmirësojë rezultatet tuaja. Në Greqinë e lashtë, kur askush nuk e dinte për dopingun, sportistët olimpik ushqeheshin me hudhra, gjë që i bëri ata të vraponin dhe të kryenin qëllimet e veta dhe më mirë se konkurrentët e tjerë. Për më tepër, ky produkt ishte i dobishëm edhe për njerëzit që nuk ishin të lidhur me sportin, për shkak se zvogëlonte lodhjen, rriste produktivitetin dhe ndihmonte njerëzit të mbjetonin në sezonet e ftohta. Hudhra nxit rritjen e flokut, duke i bërë ato më të gjatë dhe më të trash. Qelizat për rinovimin e lëkurës kanë një reagim pozitiv ndaj hudhrës. 2 thelpinj në ditë janë mjaftueshëm për të zhvilluar prodhimin e kolagjenit natyror. Hudhra është e mirë për zgavrën e gojës, vret mikrobet e dëmshme dhe shëron mishrat e acaruar. Për më tepër, ky produkt i dobishëm zvogëlon rrezikun e dëmtimit të dhëmbëve. Prandaj, nëse filloni të hani hudhër rregullisht, do të keni nevojë të shihni dentistin shumë më rrallë. Hudhra shmang shtimin e peshës kur hani ushqime të papërshëndetshme, duke djegur kalori të tepërta që hyjnë në trup. Natyrisht, funksionon vetëm nëse hani një sasi të mjaftueshme hudhre, por duhet të dini se nuk duhet të konsumoni më shumë se 2 thelpinj të vegjël me hudhër, pasi efektet e tyre mund të jenë të dëmshme nëse e teproni me përdorimin e madh të saj. Prandaj tregoni të kujdesshëm.
mos konsumoni më shumë se duhet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.